Profeti Aisha e ka bërë deklarative diçka të tillë, ku ka thënë që brezi më i mirë i njerëzve është brezi i shokëve të mi, pastaj ata që i pasojnë shokët e mi, pastaj ata që pasojnë pasuesit e shokëve të mi, pastaj ka të mirë dhe të këqij në çdo shoqëri. Për të na treguar që etaloni matës në vlera, në botë kuptim, është etaloni i atyre njerëzve që i edukoi dhe i rriti vetë profeti Muhammed a.s. Por duke marrë gjithmonë parasysh kontekstin në cilin jetuam. Nuk është të thënë që domosdoshmërisht ne do të imitojmë, ne do të bëjmë të njëjtat veprime apo të jetojmë në të njëjtën formë siç jetuan ata në aspektin e shtëpive, ushqimit, veshjes, por ne duhet të kuptojmë pikërisht vlerat dhe parimet, konceptet e këtij brezi. Ky është etaloni që duhet të jetë etaloni i përhershëm në çdo kohë, kudo që jetojmë, në çdo vend që jetojmë, në çdo kohë që jetojmë. Modeli më i mirë mbetet modeli i shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qofshin burra apo qofshin gra.